Jemi mbledhur sot me hidhërim të thellë për të përcjellë vëllain dhe bashkëmeshtarin ton, hirësinë e tij, mitropolitin e Gjirokastërës, Imzot Dimitri. Më 28 të muajit, në prag të festëve të apostujve të shenjtë, Zoti e thirrri pranë vetes këtë shërbëtor të tij, i cili sipas shembullit të apostujve ja kushtoi gjithë jetën shërbimit të Ungjillit. Ndjenja të përzierja na pushtojnë në atmosferën e festës së apostujve të shenjtë. Kemi pikëllim dhe vajtojmë, po shpresa e mesazhit të ngjalljes që predikuan apostujt e Krishtit dhe vazhdon të predikohet pa ndërprerje nga kisha, nuk na lejon të mbytemi në detin e hidhërimit. Sepse siç na mëson Shën Pavli, edhe nëse rrojmë, për Zotin rrojmë, edhe nëse vdesim, për Zotin vdesim, edhe nëse rrojmë pra dhe nëse vdesim, të Zotit jemi. Vëllai ynë mitropoliti Dimitër lindi në Serës të Greqisë në shtator të vitit 1940. Qysh në moshë të re, dëgjoi thirrjen e Zotit dhe u bind asaj. Studioi në Fakultetin Teologjik të Universitetit Aristoteli të Selanikut, ku mori një formim të mirë teologjik që do ta shoqëronte gjatë gjithë jetës. Po zemra e tij nuk kërkonte vetëm arritje akademike, po kryesisht për sosmëri shpirtërore dhe asketike. Në vitin 74, në moshën 34 vjeçare, hyri në manastirin e shenjtë të Shën Ekaterinës së Sinait, ku u qeth murg. Në 88 u udhëzua hierodhiakon dhe hieromonak. Në këtë kështjellë historike dhe shumë të njohur të ortodoksisë, në hijen e malit ku Perëndia i foli Mojsiut, Hirsi Dimitri përjetoi misterin e shkretëtirës dhe të heshtjes. Punoi me përkushtim në fushën e paleografisë dhe të sistematizimit të dorëshkrimeve të çmuara të manastirit. Përvoja në Sina e formoi thellësisht personalitetin e tij. Mësoi vlerën e heshtjes, të bindjes dhe të përulësisë. Kultivoi jetën e thellë të brendshme, që më vonë do të bëjë burim force për punën e tij të vështirë paritore, sepse siç thotë Shën Johan Gojarti, janë më të shumta stuhit që trazojnë shpirtin e priftit se sa valët që godasin detin. Në gusht të vitit 1991, kur Eksarku Patriarkal, Episkopi Andrusës, Imzot Anastasi, mbriti në Shqipëri për të marrë përsi për veprën titanike të rindërtimit të kishës së shkatëruar, hieromonaku Dimitër, me zellin e tij të madh apostolik, ishte ndër të parët që përgjigj thirrjes së tij. La manastirin e dashur të Sinait dhe erdhi të shërbente atje ku kisha kishte nevojë. Ai ndjell këtë thellësisht, pasi nga metoqi i manastirit të shenjtë të Sinait në Janin, ku shërbente, i formoi për të gjitha vështirësitë e popullit të Shqipërisë. Shqipëria e vitit 1991 ishte një vend që sapo dilte nga errësira e ateizmit ateist. Kisha ishte plotësisht e shkatëruar. Në këtë peizazh shkretimi, kryepiskopi Anastas dhe bashkëpunëtorët e tij u thirrën të bënin të pamundur, por të mundshme për dashurinë e Perëndisë, të ringjallnin nga gërmadhat kishën tonë. Takimi i hieromonakut Dimitër, si dhe të gjithë neve në atë periudhë me kryepiskopin Anastas, ishte vendimtar. Hierapostulli i ditur njohu menjëherë në personin e hieromonakut të Sinait një bashkëpunëtor të çmuar. Besimi që u zhvillua mes tyre ishte i thellë dhe i patundur. Dimitri u bë një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të kryepiskopit në veprën e rindërtimit të kishës. Që nga vjeshta e vitit 1994, shërbeu si protosingjeli mitropolisë së shenjtë të Gjirokastërës në një nga zonat më të ndjeshme të kishës sonë. Gjirokastra, një qytet me histori të pasur, po dhe me kompleksitet të madh në kuilibrat etnik dhe fetar, kishte nevojë për një bari me përvojë, me urtësi dhe me dallim. Për 12 vjet, si protosingjell, atë Dimitri punoi pa u lodhur në mitropolinë e Gjirokastrës, udhëtonte në përfshatra, kryente liturgji në kisha të rënuara, duke mbështetur dhe inkurajuar popullin në këtë periudhë të vështirë. Vetë zgjedhja e tij nga kryepiskopi Anastas përbën në vetvete provë të dhuntive dhe vlerës së të ndjerit. Kryepiskopi Anastas nuk i zgjidhte bashkëpunëtorët e tij rastisht.
kërkonte njerëz që ndërthurnin pjekurin shpirtërore me mençurin baritore, formimin teologjik me përulsin, zellin me durimin. Pikërisht këtë dhunti njohu te atë Dimitri dhe për këtë më 11 nëntor 2006, Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse të Gjëfalit të Shqipërisë, antarit të cilit ishte tashme dhe folsi, pas miratimit të statutit nga Asambleja e Përgjithshme Kleriko-Laike e zgjodhja të Mitropolit të Gjirokastrës. Dorëzimi u bë me 16 nëntor në kishën Ungjillëzimit të Ilincës në Tiranë dhe pronëzimi i tij me 26 nëntor në kishën e shenjtë të kryengjëve në Gjirokastër. Si mitropolit, Dimitri zhvilloi një veprimtari baritore të shumanshme për 19 vjet. Shënjogar i shkrua: "Prifti duhet të sillen ndaj grigjës së tij, pikërisht ashtu siç do të sillen një baba ndaj fëmijëve të vegjël." Këtë dashuri atërore e mishëroi mitropoliti Dimitër. Njëkohësisht funksionoi si faktor stabilizues me dallimin e tij dhe dashurinë e tij arriti të bashkojë grigjën, të ndërtoi ura mbi dasi, të sjell paqe atje ku kishte përçarje. Kujdes të veçantë tregoi për të rinj, studentët e liceut kishtar, kryqi i çmuar, si dhe të konviktit për vajzat në bularat dhe shkollat e mitropolisë, të cilat përbëjnë shembull institucionesh arsimore. Ishte i sjellshëm me të gjithë, i paktën në fjalë, po thelbësor, i qëndrueshëm në parimet e tij, po plot mirëkuptim për dobësitë njerëzore. Kujtoi vëllan Dimitër, frymën e respektit dhe bashkëpunimit që patëm gjithmonë dhe që evulosin me praninë e tij sakrifikuese në zgjedhjen e kryepiskopit të ri të Shqipërisë para pak muajsh. Ndërsa shëndeti i tij ishte tronditur, nuk ngurroi të udhëtonte për në Tiranë për zgjedhjen e të qëndronte në këmbë për orë të tëra në liturgji, duke treguar në këtë mënyrë respektin për sinodin, dashurinë e madhe për kishën dhe ndjenjën e përgjegjësisë për të ardhmen dhe unitetin e saj. Nuk do t'i harroj fjalët e fundit të kryepiskopit Anastas, kur si përfaqësi nga Sinodi i Shenjtë e vizituam në spitalin e Gjia të Tiranës. Ai na tha: "Jini të bashkuar dhe ruani unitetin me çdo sakrificë", duke ne përsëritur disa herë këtë fjalë. Më lejoni që këtë mesazh uniteti që na theksoi kryepiskopi Anastas atë ditë, t'u përcjell edhe ju, vëllezërve të mitropolisë së Gjirokastrës. Jam i sigurt se brenda këtij uniteti në Krishtin, hierarkët e lumur të sinodit ton që janë larguar prej nesh dhe vazhdojnë të luten për ne, të ndërmjetojnë te Krishti me guxim për grigjën e tyre të dashur, së cilës ja kushtuan jetën. Këtij uniteti do të përpiqem të shërbej dhe unë si kryepiskop me hirin e Perëndisë. Vëllezër dhe motra, pikëllimi i ndarjes është i rëndë, po shpresja e ngjalljes e kthen pikëllimin në gëzim, sepse e dim se vdekja nuk është fundi, po fillimi i jetës së vërtetë, sipas premtimit të Zotit dhe Perëndisë ton Jezu Krisht. Kisha e Shqipërisë do të kujtoj gjithmonë me mirënjohje. Gjirokastra do të mbajë në zemër si bariun e saj të dashur, dhe ne do të qëndrojmë pranë me dashuri dhe përkujdesje grigjes suaj të bekuar, të cilën e drejtuat në 19 vite. I përjetshëm qoftë kujtimi yt, o vllai i lumur dhe i paharruar. Amin.